الرحمن الرحيم الحمد لله حمده والسلام على سيدنا ونبينا Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të rumë besimtar, vazhdojmë me të ajteve në lidhje me normat dhe etikat nga ato që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe para praktikozotin në Kur'an. Kemi arrit tek një prej etikave për një punë prej punëve që thuje se është prej më të rëndësishmeve dhe me te ballafaqohemi për çdo ditë dhe çdo natë, është fjala mbi etikën dhe normat e gjumit. Gjumi si një proces që njeriu ka lënë te, që edhe në aspektin fetar, po edhe në atë njerëzor sot llogaritet si gjyqme e vdekjes, ka se njeriu në gjumë veç se shpallet i vdekun, andaj edhe lutje që kemi me ndëgju tani e tutje, ka prej tyre që ka llogarit pejgamberi alayhi salatu wassalam ringjallje, njeriu kur zgjohet ka gjumin mëngjes. Të njëjtën kohë gjumi është një prej proceseve më me rëndësi sot në botën bashkëkohore që neve jetojmë. Të lashet më të mëdha që i ka insani këtë botë janë më shkak i çrregullimit të gjumit. Po flasim për ato private, individuale, psikologjike. Madje edhe njerëzit hallet dhe dertet e dunjos që i kanë shkaktojnë pagjumësi dhe vonim të gjumit dhe mos pushim. Kjo kur është problemi nga jashtë, po kur është problemi nga brenda, nga menimet, ose lodhja psiqike, ose ngarkesat në menime, ose frigat e ndryshme, kjo shkakton me pastaj pagjumësinë dhe humbjen e gjumit, e që është një prej shkaqeve më të mëdha sot në botë të shkaktimit të ankthit dhe dërgimit tek depresioni. Të njëjtën kohë gjojmë se edhe mjekësia ka hallin e gjetjes së një rneku të fuqishëm ose të mirë se si me rikthë gjumin. Edhe pse njerëzit shumë prej tyre përdorin medikamente për gjumë, po prapë nuk është ai gjumi i cili e rahaton insanin ose shiron atë. Kur kemi për parasysh pengesat e mëdha të kësaj jete, të lashet e mëdha që kalojmë na gjithë secili me gjumë, qoftë ai çrregullim i madh, qoftë ai çrregullim i vogël, ka se njerëzit me rritje në moshë e kanë edhe çrregullimin e natyrshëm. Njeriu kur kalon në një fazë të moshës, mo vetvetiu nuk e ka gjumin që e ka në rini ose si fëmijë. Vetvetiu shkon tu pa kështu gjumin. Pa marrë parasysh pra janë këto procese, probleme të smundjeve ndryshme ose të ngacmimeve të tjera, apo janë shkak i moshave, njeriu vazhdon me pas të lashen me gjumë. Dhe njeriu vazhdon me pas një nga problemet më të mëdha që ballafaqohet me te, gjumi. Në këtë kontekst e shohim se pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe Zoti Kur'an i ka dhënë jashtëzakonisht rëndësi qysh flajmë, sa i marrëmi përgatitjet para gjumit, sa i kemi parasysh lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe kthimin tek Zoti që ai na ka mësuar në detaje, para se me flajt qysh me vepru, dhe para se me flajt çka me thonë, dhe formën qysh me ronë gjumë. Dhe me pastaj nëse na del gjumi natën, ose trishtushëm, ose me ëndra të këqija qysh me vepru, dhe kur zgjohemi në mëngjes, qysh me kanë sjellja jon karshi Zotit gjithësisë, krejt kjo më na tregu se institucioni i quajtur në gjumë është hiç më pak se i rëndësishëm se sa jeta, edhe se sa vdekja. Andaj, gjumi është një ulidhse mes jetës edhe vdekjes. Njeriu është i gjallë në një farë forme, po në forma tjera është i vdekun. Ju kujtohet shembulli i Aliut radhiyallahu anhu, kur ka thonë cili është aja krijesë për krijesa që është më i forti, ka në përfundim që gjumi është më i forti nga se njeriu në rëzën. Po kur vjen halli dhe derti, kur vjen mërzia, aja lë njeriu pa gjumë. Por a përmenu për shkak se gjumi dhe brenga dhe hallet janë afër. Po mos i shikon hallet e njerëzve, ose mërzit, ose ankthet e ndryshme që njeriu i ka, nuk ka diçka më të fortë se sa gjumi, madje as vetë njeriu. Andaj e konsiderojmë se gjumi është prej çështjeve më të rëndësishme në jetë. Dhe çdo kush që gabon në rininë e vet në gjumë, ka me pagu fakturën gjatë jetës. Me një fjalë që thuhet edhe popull, gjumi nuk jetë bash askujt. Andaj, këto fjalë që kemi ndëgju tash tutje,
cilat janë me dhjetra. Duhet me arrit besimtari me kujtu veti se gjumi mos me konë një rëndësishëm. Nuk I kishte dhënë kaq shumë peshë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mos me konë gjumi kaq shkatërrues, po pa gjumësia nuk I shkon e nevojshme dhe detyrueshme fetarisht që më nejt gati para se me flajt me një mori ose kallallak veprime. Prej tyne, Allah I madhru po thot, dhe gjumin ju a kemi bërë për prehje, ndërsa natën ju a kemi bërë për mbulesë. I ka bashku natën edhe gjumin sepse e zakonshme është që gjumi është natën. E zakonshme, ka se nuk preashtot mundësia dhe gjumi I ditës. Dhe çka bota Allah I madhru po thot ja kemi bërë gjumin prehje. Sikur njeriu mos mund me flajt. A marrë me parasysh si pyetje. Njeriu I cili nuk mundet me flajt. Çfarë jetë ka ai? S'ka dyshim që është jeta e rëndë. Merrni, hulumtoni në internet, keni me gjetë njerëz që kanë të lashën ndoshta me 20 vjet nuk kanë flajt hiç. Këto janë raste të rralla. Mirë po ka raste që me mbi 20 vjet nuk ka bërë gjumë. Shkak I rregullimit në trunin e tij. Çfarë gjumi ka ai? Ka vetëm një kotje. Thjesht një kotje I mbyll syt, po truni I tij funksionon ose shumë. Kur e bojnë pyetjen se çfarë jetë është kjo, thotë kjo jeta ma e të mërshme në herë që mund njeriu me paraftyru. Kjo është jeta më e rëndë që mund njeriu me jetu. Pra ndjen më të rëndë, sesa njeriu mos me flajt nuk ka. E çdo kush prej neve që jetë ka një herë pa gjumë me ditë ose me orë caktuar, e vren se çfarë gjendje është. E për këtë Allah I madhru po thotë, dinja Zoti shqyrin se është ai I cili ja u ka bë gjumin prehje. Pra çka është prehje? Ai qetësimi, aja afërsia, aja dashuria, aja çlodhe që njeriu e gjon. Sikur se e gjon me atë që e don për njerëzve, ashtu e gjen me gjumin. Pejgamberi tha alayhi salatu wassalam, dhe kjo është që ka llogarit autori për këshillave të para, se nuk e ka pëlqy pejgamberi Zotit, nuk e ka dasht që me flajt para ajacis, po nuk e ka dasht dhe se ka preferu me bo Allah mas jacis. Ulemaja që të gjithë thojnë, arsyeja është e qartë. Këtu nuk flitet për jacin e Skandinavisë, që ka njëherë vije deri në ora 6. Miru flitet për një jaci e cila është standarde, 5 orën 9, ose në gjys 10, ose në gjys 9. Pejgamberi alayhi salatu wasalam vetëm se kur ka qenë zori ose pyetjet ose situatat, se mas jacis ka shku drejtim shtëpisë dhe nuk është dalë më. Nuk e ka preferu me bo neja mas jacis për shkak të kohës së shtyme. Tani kur e përkthemi neve në kontekste e përdit shpëtohen edhe pyetjet ose hulumtimet që I bën ti në mjeksi, keme e gjetë se koha më e favorshme e pushimit dhe e gjumit është ora 10 deri në orën 2 ose 3. Pse I dhon mjekt këto këshilla me të madh ose shumë? Për shkak se pazgjumësia dhe shtymja e gjumit deri natën është bë një rutinë e zakonshme e trive dhe njerëzve së botë. Për shkak që njerëzit rrin shumë çut dhe për shkak që telefoni e bën vetën dhe një prej telashave të mëdha të humbjes së gjumit është telefoni, për shkak të ngjyrave kështu me radhë, kanë bërë që njerëzit me pas këtë telash. Çe I bie kjo? Sipas mjekëve I bie që prej orës 10 deri në orën 12 dhe orën 1 është një kategori e qelizave që krijohet vetëm në atë kohë. Çdo kush prej neve që nuk është në gjumë prej orës 10 deri në orën 1, ato qeliza nuk janë të krijuar të ai. Nëse kthemi në situata tjera të trunit dhe qelizave të trunit, mjekët thojnë gjithashtu që qelizat e trunit janë ato që nuk rigjenerohen. Nëse neve kemi dëmtim në trup dhe vdesin qeliza me dhjetra ose mormi medikamente dhe këto medikamente na bojnë problemin e mbytjes së qelizave, trupi ka aftësinë me I rigjeneru. Trupi ka aftësinë me I rigjeneru. Pra të njëjta sasi dhe njëti lloj I qelizave rigjenerohen, për jashtim të qelizave të trunit. Që neve sot e kemi hollën e madh me harresën, e kemi hollën e madh me telashe psiqike, ose me ankth të vazhdueshëm, ose depresion të lehtë, vazhdimisht të jetën. So që ka njerëz nuk e di çka është jeta me kon pa stres ose pa depresion, se është mësuar, është bërë rutinë. Një nga shkaqet është edhe kjo. Që qelizat e trunit nuk rikthehen. E vetmi ajo që është pa në vitet e fundit në hulumtim e sipër, ka dalë që agjerimi është ai I cili e mundson
një lloj të rigjenerimit të disa qelizave trurore, por ndryshe nuk ka medikament, as nuk ka mjekësi që e rikthen. E çka i bie kjo? Kjo i bie se çdo kush prej neve që ka punë natën, dhe kjo punë natën vazhdon me vjet, domet janë hazër. Domet janë hazër. E çka me bo zgjidhjen? Zgjidhja është që me punu me kohë caktuar. Pra nëse njeriu ka pa çare me punu natën, me punu në një kohë pezon me disa muaj ose 1 vjet, 2 vjet, dhe me fillu me bo ndryshimin, por ndryshe halli i tij është hall i madh. Edhe këtë për na mëson pejgamberi alayhi salatu wassalam, pa na caktuar me kohë, pa caktuar me orë. Rasulullah s'ka fol me orë, po na ka thonë yatsia, kur është yatsia? Kur ka perëndu dielli, ka kaluar të kushramtit e diellit, pra u bë nata, u bë errësira e plot. Kur bëhet errësira e plot, Rasulullah po thotë, do të më ron gjumë. Do të më përgatit për gjumë. Edhe nëse nuk jenë gjumë, jenë përgatitje sipër, kjo është ajo që i takon besimtarit. Kur e përkthemi këtë mësim, këtë etik, ku do bashkohore del koha, cilën është përcaktuar nga ana e mjekësisë dhe hulumtimeve, se ajo është koha që për trupin është koha më e pushueshme, nuk ka gjumë që e pushon trupin sikur se koha për orës 10 deri në orën 2. Nuk ka asnjë kohë. Po për anën tjetër të qelizave është koha që ka qeliza që prodhohen të vetmet në atë kohë. Me pastaj, këtë nuk është tema jonë, sepse ne jemi duke për gjumin, mirë po, e rrok situata e gjumit, gjithashtu nëse njeriu don me ditë kur është koha e zgjimit më e mira, edhe këtë na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, e që është sabahi, e kur flasim për sabahin, prapë po them nuk kemi sabahin e dimrit në Skandinavi për qëllim, po kemi sabahin duke llogarit për orës 4 deri në orën 7, që është koha që edhe shkencëtarisht çat kohë është më së miri me kon gjumë. Çat kohë më së miri është me kon gjumë. Një prej krahasimeve që kanë thonë, shumica e të lashëm me infrakt të zemrës, njerëzit e kanë në kohën e sabahit. E kanë përkufizuar me kohën 5 deri në gjysmë. Koha 5 deri në gjysmë. Nuk është kjo që njeriu e rrok infrakti veç atë kohë, jo. Po njeriu që ka të lashëm me zemër, një nga sulmet që mundet me rrok, e që është thujese shumica e njerëzve kalojnë në ai sulm prej sulmeve të mëdha ose të vogla ose mesatare, është kjo koha e sabahit. Që tregon se këtë kohë njeriu besimtari duhet me kon çut. Dhe këto dy kohë që i ka përcaktuar alayhi salatu wassalam me udhëzimin e Zotit Gjithësisë, është më na ka dhënë veçor se ka kohra që duhet me kon gjumë dhe ka kohra që duhemi me kon çut, nëse dojmë çka, nëse dojmë shëndet. Por nëse s'dojmë shëndet, andaj njeriu vepron si don. Kjo është ai mësimi sheriatik, i cili ta ofron edhe ofertën e dunjos edhe ofertën e ahiretit. Nëse i rrimi gati udhëzimit, na kena me kontrollosh shumë më mirë sot jetë, edhe pse edhe neve kemi me vdek. Po është dallim i madh njeriu i cili jeton një jetë me smundje, me plasaritje, dhe njeriu që jeton një jetë shnosh. Por ata kohë, ata orë, minuta që i kalon Zoti i Gjithësisë për çdo cilin. Dhe gjithashtu lutja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, o Zot, jepi ummetit tem nga bereqetin sabah. Dhe kur ka thonë vet alayhi salatu wassalam se bereqetin ummetit jam e kon sabah. Kur t'i bëjmë këto dy lidhje, e gjejmë se nëse nuk flemi në kohën e duhur, s'kemë mujt mu çun kohën e duhur. Nëse nuk shohim kohën e duhur, na ik edhe bereqeti sabahit, na ikun edhe bereqeti dhe shëndeti i mbrëmjes. Dhe çdo kush prej neve e din çka i bie me flajt ditën. Gjumi i ditës është shumë më shumë ngarkesë dhe problem dhe smundje se sa që është shërim ose është prehje që dhe Zoti i Madhëruar apo mbahet gjumin, prehje dhe natën mbuloj, që kur të vjen ti në gjumë, me koni mbulum, me flajt një gjumë, të mirë dhe të thellë. Ebu Hurajra thot, propri edebeve, që na ka mësuar alayhi salatu wasallam, thot Ebu Hurajra na ka mësuar pejgamberi i Zotit se kur shkon dikush për juve tek shtrati, pra por me flajt, le ta shkon dyshekun me cepin e brendshëm të rrobës vet. Pra ka për qëllim shtratin që kem na ose çarshafin që kem na me e fshi. Dikush thot, po na e lëmi të pastër sepse normalisht kur ka diçka pe trosha ose diçka pe papastërti, njeriu e hjek. Nuk e ka për qëllim te pejgamberi alayhi salatu wasallam, pejgamberi ka për qëllim me e bën një veprim i cili veprim kuptohet vetëm në kontekstin fetar. Nuk është për qëllim që ti sheh diçka. Po thot bëri kështu me dorë ose me çarshafin që ki ti,
ose mindilin që e ki ti, ose teshin që e ki, thot fshije vendin e shtrotit ku ki me flajt. Pse kështu me e bo? Por shkak thot sepse nuk e di se çfarë ka zën vend, aty para se me shku ti. Pastaj le të thot. Pra për Muhamedi alayhi salatu wasalam që me e bo një fshimje të vendit, sepse ka mundësi kanë flajt e gjend. Dhe flajtja e gjendve është gjë normale. Pse është gjë normale? Sepse ata jetojnë me njerëzit, ata jetojnë me neve. Ka për tyre që bojnë shër, ka për tyre që bojnë hajër, po e rëndësishme është një trup, është një krijesë jo njerëzore. E këtë parim du me pas neve gjithmonë parasysh. Kur kemi të bëjmë me trupa ose me krijesa që nuk janë njerëz, nuk janë dëshirueshëm te njeri. Dhe nuk duhet me konë dëshirueshëm tek na. E kemi të qartë? Pra, shariati i Zotit dhe Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk na ka mësuar asnjëherë që neve me kërku ndihmë ose me u ndihmu ose me apo hajrin ose me bashkëvepru me krijesa tjera të padukshme. Këtë parim është mirë më mend, nga se kemi shumë njerëz që thotë unë bashkëpunoj me gjin, po bashkëpunoj me gjin musliman. Bashkëpunimi me gjin musliman ose jo musliman tek shariati është X. Por shkak se nuk janë krijuar ata që neve me na bë mirë. As me na bë dëm, as na me bashkëpunu me ta. Dhe shumica tyne, që ka thonë Zoti në Kur'an, janë gënjeshtar, shpesh ndodh që gënjen që janë musliman, mirë po nuk është esenca aty hiç, por është esenca tek dënimi. Tani kur e bën ose dëmtimi. Tani kur e bën njeriu këtë veprim, afrohet tek shrati ose ulen në strat, pejgamberi për na mëson jopi doave. Doat që kemi përmendur, se s'mund më sonë se del gjatë mund me do dy pjesë. Doat që ka përmend alayhi salatu wasallam, por xhumin janë shumë. Po çish me bashkëpunona me gjithë këto doa, njeriu me bë për zgjedhje. Me bë për zgjedhje është mirë që nëse se ke mësuar ndaj doa ose se ke ditë, mos me lën ditën e sotit e tutje 10 sot njashit pa mësuar njopi ose disa pi doave. Sepse këto luajnë rol e keni me ndëgjuar vetë kuptimin cilin i ka përzgjedhur pejgamberi alayhi salatu wasallam. Po thot thuj bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u. Sot me emrin tënd o Zot, po bismillah me emrin tënd, kërkoj ndihmën tonë o krijuesim, po vendosi veten time me ra dhe me ndihmën tonë o Zot zgjohem ose ngritem. Me pasaj thot në vazhdim in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha kama tahfazu ibadaka salihin. Thot nëse o Zoti më ke caktuar që mos më ngrit këtë trup, andaj thot mëshiroje shpirtin e tij. Nëse ke caktuar me kthy shpirtin, andaj thot më ruaj mu dhe më ruaj shpirtin sikur se i ruan ti robërit e tu të mirë. Dhe kësaj kuptojmë që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka llogarit xhumin pjesë e vdekjes dhe ka llogarit që shpirti i njeriu del nga trupi. Thot në hadithin tjetër që shpirti i njeriu ngritet sa një lartësi që themi neve 1 metër ose e ngjajshme dhe Allah i madhruar kujna t'i jap leje ose jetë, kthehet shpirti dhe vazhdon jeta, atë që e ka caktuar me vdekjen gjumë, thot vazhdon trupi, e vazhdon shpirti tutje, pra nuk kthehet. Dhe këtë lutje për na vao pejgamberi alayhi salatu wasallam thonë: O Zot, me emrin tënd po bi dhe me emrin tënd zgjohem. Nëse ke bë caktim që unë mos më u zgju, atëherë na ka plan me rahmetin dhe mëshirën tonë. Nëse ke bë kader që shpirti jam u kthy, thonë mu kthy në jetën mëngjes ose kur të zgjohem, andaj bëj lutje më na rujt, çysh i rum ti robrit e mirë. Edhe kjo fjala e fundit, çysh i rum ti robrit e mirë, është një edeb në veti. Se në lutje tëra kur bëjmë neve lutje, çka thënë? Themi o Zot nimom, o Zot rum, o Zot mbrom, o Zot ma jap këtë mirë ose atë mirë. Roll hel lutmi, duke thonë o Zot, më ruaj çysh i rum ti këta njerëz të mirë. Më shpërblem u çysh i shpërblem ti burrat e mirë. Dhe kjo është edhe mësuar në Fatiha. Ihdina siratal mustaqim, o Zot o zona rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alehim, në rrugën e atyre që ti ke vlerësu, i ke begatu, i ke ngrit. Me na dhon yrnekun që lutja më e mirë është kur lutemi me shembulltyr. Sepse neve bëjmë hajër dhe mirë kur bëjmë lutje o Zot rum mu, dhe mbrom mu, dhe kështu me radhë mirë, kur themi o Zot mbrom edhe shpërblim edhe rum, çysh i rum ti ata që janë devotshëm, kjo është lutje shtesë.
me na bë borës me ata që janë burrat mirë, edhe neve nëse se meritojmë me kon kategorinë me ta. E rahmeti i Zotit është i madh, e rubi e shpreson atë. Bara ibn Azib thot se pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka thonë, kur të shkon në shtratin tënd, merr abdes. Ashtu siç merr abdes për namaz. Pastaj shtriu në krahun e djathtë dhe thuj: Allahumma aslamtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa aljahtu dhahri ilayk ملجأ رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Këto fjalë thot pejgamberi alayhi salatu wasallam na i ka mësuar me thonë që kur shkojmë me ron gjumë me mor abdes. Pse me mor abdes? Sepse abdesi për atë që bie në gjumë është mburoj. Abdesi për atë që është në gjumë është një fortifikat, është një kala që e mbron nga sytjet e xhinëve, nga sytjet e shejtanëve, gjithashtu nga ondrat e këqija. Me pastaj na ka mësuar alayhi salatu wasalam që njeriu edhe nëse i ka kry namazet dhe gjendja tij është gjendja e xhunubit dhe don me shty pastrimin deri në mëngjes, deri namaz të sabahit, thot na ka preferuar që me mor abdes edhe duke qenë gjendje xhunub. E lemo në gjendje kur njeriu është i pastër prej gjenabetit ose xhunublukut. Në të dyjat, udhëzimi profetik për abdesin është i fuqishëm nga se mbrojtja e robit është e madhe me flajt me abdes. Me pasaj thët birë në krahun e djathtë, nuk po thët në dorën e djathtë, po thët në krahun e djathtë, nga se na vjen neve vend tjetër ku pejgamberi alayhi salatu wasallam ka flajt ditën e ka vendos shuplakën e dorës djathtë në faqe. Çka është ky dallim? Dallimi është se njeriu kur të flan në këtë formë i bie që do në gjumë pak. Dhe këta ka preferuar pejgamberi alayhi salatu wasallam, sepse është një formë e gjumit që nuk është që të lënë me hyrje në gjumë thellë. Ndërsa për natën nuk ka preferuar pejgamberi alayhi salatu wasallam me bë vendosjen e shuplakës, nga se njeriu e bën me flet në gjumë të paktë ose të cekt. Por ka thonë, përderisa njeriu duhet me flet në njërin nga katër format, krahi i djathtë ose i majt, shpina ose me ron bark, ka preferuar krahun e djathtë. Nëse sot hulumtojmë në aspektin mjekësor kemë gjetë që edhe mjekësia thotë është më mirë flet krahun e djathtë, por me bëni një barazim të kujt, të pozicionit të zemrës, të rrahjeve të zemrës dhe frymëmarrjes. Njerëzit që flajnë gjithë në krahun e majt, nuk është që kanë rahatllëk të madh. Madje edhe zemra tyne është e tundën, është e rënduar shumë më shumë. Edhe qarkullimi i gjakut dhe qarkullimi i frymës nuk është krejtësisht i thjeshtë dhe i lehtë. Dhe këtë është mirë, neve si besimtar me hulumtuar në aspektin shkencor, nga se ka dobi të shumta në këtë udhëzime. Pra ka thonë me flet në krahun e djathtë, jo në shpinë, jo në krahun e majt dhe jo në bark. Me pasaj thëtë Udhejfja, e kam dëgjuar pejgamberin e Zotit duke thonë se kur të flini thuni Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ndërsa kur të zgjoheni thuni Elhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Pse kjo do? Do shumë e shkurt. Për të regu se ai cili nuk mund të më mësu këto dy doat më herë që kanë, me mësu këtë doan që është më e shkurt. Cila është kjo? Me emrin e Allahut po bin gjumë, o Zoti im. Me emrin tënd vdes, edhe me emrin tënd zgjohem ose ngjallem. Ndërsa thot kur u zgjuan me gjës ka thonë falënderimi e takon Zotit gjithësisë, i cili u ngjalli masi që kesh i vdekun. Këto dy shprehje janë të lehta. Këto dy shprehje njeriu nëse soni mëson në kontekstin fetar, po gjuhës arabe është mirë me mësuar gjuhën shqipe, ose mi thon gjuhën shqipe, nga se edhe janë të thjeshta, edhe e luajnë rolin e fuqishëm, sikurse duaja që ke më herët. Edhe pse normalisht duaja që ke më herët pa të lutje më shumë, është më gjithëpërfshirëse, po në bazë të asaj që njeriu ka mundësi me u orvat, me u përpiq me gjetë më të mira. Gjithashtu thotë Hudhejfja se kur i dërgumi Zotit shtrihej për të flajtur, vendoste dorën e djathtë nën faqe. Edhe thoshte Allahumma qini adhabak yawma tub'ath ibadak. Thotë e vendoste dorën nën faqen e djathtë, edhe thonte o Allah, më ruaj nga zjarri, më ruaj nga ndëshkimi
atë ditë kur kimi ringjallë robërit e tu. Edhe kjo është për duave që preferohet shumë më përmen. Është e shkurt, po është kërkim mbrojtje. E Hudhejfa kur pasat kur ka rënë gjumë pejgamberi alayhi salatu wassalam e vendos të dorën, për cilin gjumë e ka për qëllim? Normalisht e ka për qëllim gjumin e ditës. Nga se Hudhejfa nuk ka qenë afër ose në shtëpi me pejgamberin alayhi salatu wassalam, po e zakonshme është që ka qenë gjumi i ditës dhe e kuptuam arsyeën e vendosjes së dorës në faqe. Ebu Qatada shënon thotë se i dërgumi i Zotit kur ishte në udhtim dhe donte me pushu natën, shtrije për të flajton në krahun e djathtë dhe kur donte me pushu para sabahut, e shtrinte krahun dhe vendoste kokën në pjesën e pëllëmbës, si thonë gjuhën shqipe, po kjo pjesa që është prej shuplakës deri tek bryli. A kemi të qartë? Pra Ebu Qatada për na ka dhënë një detajizim. Nga njëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka vendosur shuplakën tek faqja, nga njëherë ka vendosur e ka shtri dorën dhe ka flajt kështu. Pse kjo formë? Normalisht njeriu kur flan kështu, ndodh edhe mbirja dorës, shumë normale. Po e ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasallam mos me flajt gjuhë të thellë. Kur ka qenë koha? Koha kur ka bën namaz natë. Sepse edhe në udhtim pejgamberi Zotit është fal namaz natë, namaz vullnetar dhe këta kanë përmend. Tek dispozitat e udhimit, pra mbi kafshën që ka qenë, mbi udhimin që ka qenë, dhe kur është shtinë në një vend që kanë pushu për me flajt, ka dashur me flajt në një kohë shumë të shkurt mes namazit natës dhe ezanit dhe ikametit, namazit sabahut, sot ka flajt në kësi forme. Kjo është propri formë që neve na lehtëson kur dojmë me flajt pak minuta. Kur dojmë me flajt pak minuta. Aisha thot radhiyallahu anha se pejgamberi i Zotit kur shtrihe me flajt i frynte durrve kësi forme dhe me pastaj e kënën të surën Felek edhe Nas. Në versionin e Buhariut, po i njëjti transmetim thot se i mbledhte durët kështu dhe e kënën të kulu vallahin, kulu udhu bira bil Felek e kulu udhu bira bil Nas. Dhe kjo është prej udhëzimeve më të fuqishme që kemi tek çështjaja e para gjumit, pra afërsia me gjumin, kontakti me gjumin. Na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam që kur neve bimi në gjumë me ul. Tani neve po e kallëzojmë në komplet formë. Po kjo formë është më e mira, kjo forma është sunneti. Kjo formë nuk është farzi që njeriu nuk mundet me thy. Sepse kemi raste kur njeriu është në situatë shumë të lëshme ose të harresës, cila është forma pra më e plot, më e mirë, njeriu me ul në shtrat dhe me i vendos durë kësi forme. Me pastaj i kemi dy forma ose dy versione. Versioni që ndëgjum tha i ka fry durëve. Kësi forme, me pastaj ka knu. Nësa ne vendimin praktikën tonë të përditshme, se njeriu kënon Kur'an, që atë Kur'an që e kënon me e fry, që me e godit shuplakën e durëve. Nuk ka të lashë njeriu nëse e zjedh këto dyte, që me i fry durëve masit kënon, nga se ai bereqet i Kur'anit, ai e pak lakshti që frymi neve, me i godit durët dhe me i godit trupin. Mirë po disa ulema e kanë precizu, ka thonë, kështu ka thonë hadithi, kështu po e bojnë. Andaj nuk kemi të lashë nëse bën të parën, ose nëse bën dytën, pra si formë e frymjes. Po çka ka rëndësi frymja? Frymja ka rëndësi shumë. Sepse frymi që na ka mësuar alayhi salatu wasallam është një frym me pak lagështi. Jo me pështy, po pak lagështi me ajrin ose frymarrjen. Dhe kur njeriu e godet shuplakat e veta, ai e ka zbrit bereqetin e Kur'anit që ka kënu. Dhe çka ka kënu njeriu? Ka kënu surën Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu birabbil falaq dhe Kul a'udhu birabbin nas, tri prej surave që janë mas mbrojtje dhe gjithashtu largim, si për mësyshin, si për të keqen. Si për prishjen e magjisë, si për prishjen e nyjeve, dhe kësaj pejgamberi alayhi salatu wasallam po na mëson që kur bimi në gjumë mos me flajt dhe mos me ushtri për pa e bë këto këtë udhëzim. I vendosmi durë para dhe e kënojmi surën Ikhlas ose Kul huwallahu ahad, me pastaj surën Felek dhe surën Nas, të trijat një herë. Pastaj i frymi durëve dhe e fshimi, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, nga koka derisa më rrin durët e tij. Pra nëse të më rrin durë deri tek majat e këmbëve dhe atje, nëse jo, vazhdon në atë formë sa ki mundësi. Me pastaj e përsërit herën e dytë. Dhe vepron njëjtë. Me pastaj e përsërit herën e tretë dhe vepron
vepron një. Dhe pastaj bjem në krahun e djathtë dhe i lexon ato lutje që veç se i përmend. Në hadithin e Ammarit ose Abdullah ibn Amr thot pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka thonë kur të trembet dikush për juve në gjumë, le të thot a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Këtu për nëmësën, sahabia se pejgamberi alayhi salatu wasallam na ka preferu dhe na ka porosit që nëse gjatë natës na del gjumi, na trondit gjumi, na frikson onra, e njeriu zgjohet i tërbum me thonë këtë lutje. Çka vjen kjo lutje? I bjen me emrin e Allahut, mbrohem me fjalët e Zotit që janë të plota, prej ndëshkimit ti, prej sherrit të atij që bën sherr, prej mllefit ose zemrimit të Zotit dhe prej sytjeve të shejtanit, që mos më godit mu ose mos më ndodh në një keqe, dhe thot alayhi salatu wasalam se nuk e gjen gjë e keqe por nëse thot këtë. Kjo është një udhëzim. Udhëzimi me kërku mbrojtje kur njeriu trembet në gjumë. Po e kemi një udhëzim në përfundim e që është udhëzim i plot, njeriu që i del gjumi pej frigës ose pej onrës dhe nuk e merr më gjumi pej ankthit ose trishtimit. Dhe ajo e përfshin këtë lutje mirë, po e përfshin edhe veprime më shumë. Dhe me marrë me hadithin e fundit për sot, nga se të lami me dy pjesë, ndoshta do Zoti që kemi më të lehtë edhe me më mend diçka prej tyre. Thot Abdullah ibn Umeri për cilës se e kishte urdhëruar dikën që kur të shtrihet gjumë me thon Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha. Njëri për aty njerëzve që po e ndëgjon Abdullah ibn Umerin që e ka urdhnu, në këtë rast po thot transmetimi, që Abdullah ibn Umeri në najat që në konë, ose në gjumin pushimin që e kanë bo, jashtë shtëpis, thot ati që ronë gjumë, ose ushtri për të flet, i ka thonë, bëne këtë lutje. Thuj o Zot, Tija i cili ma ke kriju shpirtin dhe më ke kriju mu, e tija i cili e vdes. Nëse e merr shpirtin tim, shiraje. Nëse e kthen, jepi rujtje edhe falje. Dhe ky personi që po ka thot, ka kallzuar Abdullah ibn Umeri dhe e kumpa Abdullah ibn Umeri tu e urdhëruar një person çështu. Po ju tregon njerëzve tjerë. Po thot, a mos e ke ndëgju ti pej Omerit këtë ngjarje? Thot, a mos e ka ndëgju Abdullah ibn Umeri, djali i Omerit, pej Omerit këtë ngjarje? Thot, jo, e kam ndëgju këtë thot prej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe ky hadith është tipeja e hadithit që morëm i dyti me rënditje. Pra, neve në jep një ërmek, edhe kjo është arsyeja pse autori ka sjellë këto. Nëse i morëm i fjalët e Abdullahut që ja ka mësuar këto fjalë personit që ka rënë gjumë, janë të ngjashme me fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, por nuk janë të njëjta. Rënditja nuk është e njëjtë. Neve na mëson kjo që nëse kemi mundësi me i mësu fjalët në lutje me saktësinë më të plot është obligim. Po nëse na ik diçka, të paktën me marr bërthomen ose mbrojtjen ose me marr atë që është kuptimisht e plot, sepse fjalët që i ka rëndit këta janë të ngjashme, mi për rënditja nuk është e njëjtë. Andaj lomi me kaq, e inshallah taala vazhdojmë me pjesën tjetër, që janë po ashtu udhëzime në vazhdim, ku njeriu bjen gjumë, ku njeriu tërbohet nga gjumi, ku njeriu zgjohet prej gjumit, krejt këto disa këshilla që pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka porosit për një gjumë të mirë, por gjithashtu për një shëndet të mirë. Dhe kush i ka këto dyja, s'ka dyshim se është afru tek Zoti i gjithësisë. Sepse Allah i madhëruar na ka zbrit këtë fe jo për të rëndu insanin, por njeriu që jes me kornizat e kësaj feje e arrin edhe në mturinë e kësaj bote edhe botës tjetër. E qysh mos me kanë kështu kur Zoti është ai i cili e ka kriju insanin, po e ka kriju edhe vetë gjumin. Ai është i cili di më së miri çka i duhet shëndetit psiqik dhe fizik dhe çka i duhet shpirtit të insanit. Andaj lutem Zotin e gjithësisë që na bëj për atyre që i ndëgjoj fjalët dhe
i praktikojnë së është mas miri. Allahu ta'ala dhe mas miri, alhamdulillahi rabbil alamin.